Dhurata Dora featuring Annie Gonzalez Qaje. Okej, projekti I ri I Dhurata Dorës është sani ma Dhurata Dora I mundshëm. Unë e kom kuptu në nivele tjera, çka do me thonë muzika komerciale, prej Dhurata Dorës e së këndejmi. Jo domosdoshmërisht në aspektin negativ, po e them këto, sidoqoftë nuk menoj që naj artiste e kupton edhe I ekspozon ma shumë dëshirat e audiencës se sa dhurata. Jashtëzakonisht radio friendly, nuk besoj që këngët e Dhurata Dorës shpërthejnë për shkak se janë inovative, kanë vlera të veçanta artistike ose sound guximshëm ose në mënyrë të interpretimit avantgard, po menoj që janë të pranueshme për krejt, prej radiokforit të fëmijët parashkollor, të mosha mesatare, të pleqt, që nuk kanë një opinion shumë të formsum, ose thjesht nuk e din çka I pëlqen saktësisht, ose pse I pëlqen. Unë menoj që dhurata është thjesht e tolerueshme dhe e pranueshme për krejt, pa naj element theksum unik që detyron edhe me pas naj menim të fort në rend të parë për të. Edin, dyqysh, metoda e dhuratës është metoda ma comfort zone që ka mujt me qenë, që nuk I pengon kërkujt, nuk zgjon menime specifike të kërkush, nuk provokon naj ndjesi potente, nuk e ndrron kanalin kur e nin, amo jetu menu ndërkohë edhe sene tjera, nëse po ka kuptim çka po du me thonë, do me thonë krejt, qysh e shone tash po foli, krejt bazamenti, krejt operimit artistik dhuratës, është me gjetë formën ma tolerueshme të mundshme prej audiencës konsumuese, pa opinione qarta për me bo muzikë, edhe menoj që çto e bën formën ma të sofistikume të mundshme. Ironikisht, që kjo menoj që është edhe arma më e fortë e dhuratës, mas miri nënvizohet edhe prej bashkëpunimit me një artiste relativisht panjohur, Annie Gonzalez, e cila po ashtu në pjesën e saj po I shton vlerat e ridëgjuese të çajo audiencë generale, e cila nuk dyshoj që ka me rresht të ngu këtë këngë. Instrumentali, pamjet, soundi, gjithçka është super konvencionale. Qa kena tjetër? Okej, para se me vazhdu shkoj, mos harroni te Pozhegu Brothers, sponsori jam general, është e bo një lagje me sparku të gërmisë dhe të këbashë se ka ndru lojën, të më thonë, kej qka ju vinë është 15-20.000 euro me jap në start, pjesën tjetër e paguni me këste, është super pozicion, qasje të letë në trafikon urban, e krejt këtu, vizitojni pozhegubrothers.com për ma shumë. Dytëm featuring Dafina Zeqiri Pia. E ka marrë përgjithësi Dafina, po mdoket me bo cool dytonin, nëse dikush është simbol I rezistencës edhe I vetë mohimit në industritë na, është dytoni definitivisht, kundër krejt predispozitave të disfavërshme ka rrit me kriju një farë imazhi për veten, e si rezultat tash normal ka përfundu të bo bashkëpunime me artiste si Dafina, këshire nisan. Kjo vlen për dytonin dhe disa artista tjerë që kena mi përmend ndërkohë kur bjen fjala. Dytoni gjithmonë e ka pas një reputacion lame të një pjesë e audiencës ku përfshin edhe une për shkak qasjes ti që pavarësisht se ka sukses komercial aty këtu, ka zero impact kulturalisht. Edhe si rezultat, menimi atyne që ju duket lame dytoni është qaq I fortifikum edhe qaq I zëshëm sa gjithmonë ka me qenë pjesë e diskutimit me një tavolin ku folet për muzikën e tij. Nëse I bën 4 persona që diskutojnë edhe bjen fjala për dytonin, mundën të me qenë 1, 2, 3 maksimumi po foli që ju pëlqen, gjithçysh ka me konë një zoo që ka me thonë është super lame edhe ka me qenë jashtëzakonisht kritik ndaj tij. Qysh e shohën dytonin, no hate, është si artist që përfaqëson një status quo të zvarritën në pop rap shqiptar. A dini dikush që ndjeket, po nuk është që admirohet ose I pranishëm, po jo I nevojshëm. E tash mishërimi I krejt që saj menoj që është edhe projekti I fundit, Pia, e cila ka një produksion solid që jena mësu me ngu prej producentave shqiptar me buxhet, kur kanë buxhet, kur kanë resurse në dispozicion, menoj që elementi I vetëm që I jep pesh këngës edhe arsyeja ndoshta pse unë jam këtu të fol për të është interpretimi I Dafina Zeqirit, e cila e gjen një mënyrë me paketu me emocion edhe melodi
komplet një projekt muzikor normalisht është bo pjesë e ADN-s të saj artistike, që kaq, s'kem tjetëra, okej. Mos harroni për fond te Alpkar Import muni mi gjetë veturat ma të reja, sidomos bydat ju që jeni të interesu me gjetë me ble në fakt vetura elektrike, forca atyne është çmimi që aty i gjeni ma të rejat edhe me çmimin ma të lirë, vizitojni Alpkar Import, tash ka seli edhe në Emshir.